Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një konferencë të përbashkët me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa në kuadër të samitit evropian politik, i cili po zhvillohet në Shqipëri me datën 15 dhe 16 maj. Kreu i qeverisë ka shprehur mirënjohjen e tij për vizitën e Kostës dhe theksoi se gjatë takimit të tyre ato kanë diskutuar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është zyrtarisht në tryezën e negociatave me 16 kapituj të hapur, 8 kapituj të tjerë do të hapen në ditët në vijim dhe synojmë që t'i hapim të gjithë kapitujt brenda vitit, ndërkohë që siç e kam ndarë edhe publikisht gjatë gjithë fushatës elektorale në mënyrë të veçantë, plani i përbashkët me Komisionin Evropian dhe i mbështetur nga vendet anëtare është që të arrijmë të mbyllim negociatat në harkun e 3 vjetëve, domethënë nga 2024 kur filluan 2027. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa u shpreh se Shqipëria është në rrugën e duhur drejt BE-s, por duhet mbajtur ritmi dhe nuk është çudi që nëse vijohet kështu antarësimi në BE, mund të arrihet para 2030-s. Siç e dini edhe ju, për Bashkimin Evropian, zgjerimi me vendet e Ballkanit Perëndimor është investimi më i madh gjeopolitik që ne po bëjmë për momentin dhe ky është momenti i duhur dhe e kemi ne në dorë tashmë për të arritur këtë proces sa më shpejt që të jetë e mundur. Shqipëria është mishërimi i procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke qenë në rrugën e duhur drejt antarësimit në BE.